Në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na shërbejnë këtë drejtim është largimi i pengesave nga rruga. Do të thotë njerëzit kanë rrugë që ecën e për to qarkullojnë dhe ndodh që në këto rrugë të ketë pengesa, të ketë gur, apo të bie ndonjë deg, apo të ketë ndonjë dru, apo çfarë lloj pengese që i pengon kalimtarët të kalojnë në atë rrugë. Shikoni Islami si na ka mësuar dhe na ka edukuar që të jemi të përgjithshëm përballë shoqërisë, apo që të mendojmë me mendim kolektiv, jo individual. Por na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se një njeri një herë duke ecur rrugës pa një deg të një druri që kishte zënë rrugën e njerëzve dhe zbriti nga kafsha e tij, do nga mjeti transportues dhe tha vallahi do të largoj kët, nga se nuk kam dëshirë që t'i pengon kjo asnjë muslimani. E kështu tha. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë vepër Allahu ja fali mëkatet. Nga se sa njëri ka pas mundësi të dëmtohet, do nuk ka pas mundësi me pa, ka pas mundësi pasti me kalu, një njeri që është i dobët, s'ka fuqi me largu, ishte me mbet në rrugë, ka pas mundësi me kalu në atë rrugë një grua, një fëmijë që do të mbetesh në rrugë, s'ka mundësi me kalu rrugën. Andaj ky njeri çfarë bëri për hir të Allahut, që njerëzit mos të dëmtohen, që njerëzit kanë mundësi lirshëm të qarkullojnë, largoi pengesën nga rruga. Ndaj besimtari nuk duhet asnjëherë të jetë pengesë për askën pasti. Nga njëra për shembull ndodh që njerëzit sot nëse pengesë nuk mund të jetë druni, sikurse ka qenë atkoh nga tash është pak çështja më e rregulluar, por mund të jetë ke rreth makina jote me parku dikun, me lënë diku ku pengon, ku ndoshta ja bllokon rrugën dikujt, ja bllokon derën dikujt, kjo nuk është islame. Prandaj besimtari mundohet me largu pengesën nga rruga e jo të vendos pengesën në rrugë ku njerëzit u pengon qarkullimi dhe ecja normal në rrugën e tyre. Prandaj pejgamberi sot na ka mësuar se largimi i pengesave, çfarë do qofshin ato, është pjesë e imanit ton. Prandaj ne si musliman nuk duhet të nënçmojmë nga veprat asgjë. Dikush më thon ai një guri me largu sevap, po. Një guri me largu nga rruga është problem tek Allahu xhallahu ala. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largimin e pengesave nga rruga e ka konsideruar pjesë të besimit. Sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-imanu besimi, imani është bid'un wa sab'una shu'batan. Imani është 70 e disa deg. Imani është një dru që ka deg shumëta. A'laha la ilaha illa Allah. Më e larta e këtyre degëve është fjala la ilaha illa Allah. Ndërsa më e ulta e kësaj është imatatul adha anit tariq. Largimi i pengesave nga rruga. Çka do të njerëzit i pengon? Madje edhe në xhamin nëse ka një pengesë në rrugë, të dera, kudo qoftë, njeriu duhet të jetë i përgjithshëm dhe i ndërgjegjshëm që të largon pengesën që t'u lëson njerëzit qarkullimin e mirëfillt në rrugët e tyre.